Kreu I shoqatës së transportit ndërqytetas Eneo Sulejmani është kapur duke transportuar 1 kilogram kokainë në makinë. Eneo Sulejmani ishte bashkë me 2 të rinj të tjerë në makinë dhe kishte në plan të shkëmbenin drogë në rrugën Mihal Duri, pranë lidhjes së shkrimtarëve në Tiranë, por plani I tyre nuk shkoi siç duhet. Antidroga e Tiranës ka ndërhyrë pas informacioneve se një makinë tip Volkswagen me ngjyrë të bardhë po transportonte drogë. Shoferi I mjetit Sulejmani në tentativë për t'u larguar ka tentuar të shtypë me makinin tjetër 3 agentët e antidrogës. Sipas informacioneve mësohet se në këtë moment një prej efektiveve ka qelluar në kushtet e vetmbrojtjes në mënyrë të pavullnetshme. Plumbi ka depërtuar në pjesën e dorezës së derës në anën e shoferit duke kapur Sulejmanin në kofsh. Ai është dërguar më pas në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet paraprake që ka mundur të kryejë Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, duke mbledhur provat nga vendi I ngjarjes për të parë nëse efektivet e policisë kanë bërë shkelje apo u është rrezikuar jeta. Në makinë ndodheshin edhe Shkëlqim Ostreni, 26 vjeç dhe Igli Begaj, 21 vjeç. Kreu I transportit ndërqytetas dhe 2 pasagerët të tjerë janë vënë në pranga. 3 të arrestuarit dyshohet se ishin furnizues të shpërndarësve të drogës në zonën e Xhamllikut dhe do të shkëmbenin drogën tek vendi ku u kapën nga agentët e antidrogës. Antidroga e Tiranës I kishte prej disa muajsh në vëzhgim dhe në ndjekje.